Përshëndetje të gjithëve, jam Burimi, një gazetar kines që freship. Sot përfundoi pranimi i 4 i komunitetit të 20 qendror të Partisë Komuniste të Kinës, në të u diskutuan prani i ardhshëm 5 vjeçar i vendit, një pran politikash që promoson fushat kryesore të zhvillimit në Kinën. Sot kam kënaqësinë të ftoj zotin Enrico Ceko, drejtor ekzekutiv i Qendrës Shqiptare për zhvillimin të qëndrueshëm, për të diskutuar mbi këtë pranim. Përshëndetje zoti Ceko, faleminderit që merrni pjesë në këtë program. Përshëndetje Burim, faleminderit për ftesën. Zoti Ceko, mund të themi se në këtë pranim janë prekur pothuajse të gjitha fushat e zhvillimit të Kinës. Cilat prej propozimeve ju kanë bërë më shumë përshtypje? Po Burim, në punimet e plenumit të 4 të Komitetit të 20 qendror të Partisë Komuniste të Kinës, ku diskutua plani i ardhshëm 5 vjeçar i vendit, një plan politikash që formson fushat kryesore të zhvillimit në Kinën, më ka bërë përshtypje balanca që Kina po kërkon të krijojë midis zhvillimit ekonomik, zhvillimit teknologjik dhe zhvillimit social. Ky plan 5 vjeçar nuk është thjesht një listë mashas ekonomike, por është një vizion i qartë për të ardhmen që synon zhvillim qëndrueshëm në çdo drejtim. Në radhë të parë, më ka impresionuar fokusi te inovacioni teknologjik. Kina po e shet teknologjinë si motorin kryesor të zhvillimit, por ne flasim për inteligjencë artificiale, robotik, energji të pastër, qytete inteligjente dhe shërbime publike të digitalizuara. Ky është një hap i madh përpara jo vetëm për rritje ekonomike, por për cilësinë e jetës qytetarëve. Së dyti më pëlqen shumë angazhimi ndaj mjedisit dhe energjisë gjelbër. Kina po vendos objektiva të qarta për reduktimin e ndotjes, për përdorimin e burimeve të rinovueshme dhe për ndërtimin e një ekonomie më të pastër. Në një kohë kur e gjithë bota përballet me krizën klimatike, ky është një mesazh që vlen për gjithë ne. Së treti, arsimi dhe zhvillimi njerëzor janë në qendër të këtij plani. Nëse nuk investon te aftësitë, njohuritë dhe kompetencat, te brezat e rinj dhe te përgatitja profesionale, çdo zhvillim mbetet i përkohshëm. Kina po e kupton këtë shumë mirë dhe po krijon kushte që çdo qytetar të ketë mundësi të fitojë nga përparimi. Në përfundim do të thoja se më bëri përshtypje qasja e balancuar, humane dhe afatgjatë. Ky nuk është thjesht një plan ekonomik, është një strategji kombëtare që mendon për brezat e ardhshëm. Zoti Ceko, sipas jush, cilat propozime mund të sillin mundësi zhvillimi për vendet e tjera të botës, veçanërisht për vendet evropiane? Po Burim, kjo është një pyetje shumë e vënd, sepse plani 5 vjeçar i Kinës në fakt ka ndikim global. Ai nuk është i mbyllur brenda kufive të vendit, por flet për bashkëpunim ndërkombëtar dhe për ndarje përfitimesh me pjesën tjetër të botës. Në radhë të parë, teknologjia është ura kryesore që mund të lidh Kinën me Europën. Kina po avancon shumë shpejt në energji diellore, makinat elektrike, inteligjencë artificiale dhe transport gjelbër. Në të njëjtat fusha, edhe Evropa ka përvojë dhe standarde të larta. Bashkëpunimi në këto fusha mund të krijojë përfitime të ndërsjellta, rritje ekonomike, ulje të ndotjes dhe krijim të vendeve të reja të punës. Së dyti, infrastruktura dhe tregtia ndërkombëtare. Për nesnismave si një brez një rrugë, Kina po lidh kontinentet me rrugë, porte, energji dhe teknologji. Kjo hap mundësi për vendet e vogla, përfshirë dhe Shqipërinë, që të bëhen pjesë e rrjeteve të reja tregtare dhe logjistike. Është një mënyrë për të tërhequr investime dhe për të rritur rolin ekonomik rajonal. Dhe së fundi, bashkëpunimi arsimor dhe kulturor. Kjo është ndoshta fusha më e qëndrueshme e të gjithave. Përmes shkëmbimeve studentore, programeve të trajnimit dhe bashkëpunimit akademik, krijohen ura miqësie dhe mirëkuptimi që zgjasin me 10 vite. Në fundit, janë njerëzit që ndërtojnë marrëdhënie, jo vetëm teknologjia apo nënshkrimi i kontratave. Prandaj, unë besoj se ky plan 5 vjeçar është një ftesë për botën, një ftesë për të bashkëpunuar, për të ndarë njohuritë, për të përmirësuar jetën dhe për të ndërtuar një zhvillim të përbashkët, të qëndrueshëm dhe sa më paqësor. Zoti Ceko, faleminderit që ndant me ne mendimet tuaja. Takohemi herën tjetër.